Ndarja e përvojave praktike mbi ngritjen dhe funksionimin e shërbimeve komunitare multifunksionale ka qenë në fokus të një takimi të organizuar në Lezhë me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të 4 bashkive të vendit, organizatave të ndryshme dhe shërbimit social. Të pranishmit u njohën me praktiken e ndjekur nga Bashkia e Lezhë, si dhe shkëmbyen eksperienca me njëri tjetrin mbi shërbimet komunitare. Nënkryetarja e Bashkisë Lezhë Alfrida Marku tha se qendra komunitare ngritur pak muaj më parë në Lezhë është një shembull mjaft pozitiv për të dëshmuar se si shërbimet sociale ofrohen në trajt të integruar. Kjo qendër komunitare është një shembull mjaft pozitiv për të dëshmuar se si në kuadër të reformës administrative territoriale shërbimet sociale tashmë ofrohen në trajt të integruar dhe se si për të dëshmuar që në kuadër edhe të reformës në shërbimet sociale bashkitë tashmë po i paraprin ose po përshtaten në faktin që shërbimet sociale janë kompetencë dhe detyrim ekskluzive tyre. Kjo qendër komunitare është në 6 mujorin e dytë të funksionimit saj. Këtu kanë marrë shërbime në afërsisht 300 individ me problematike shumëta, individ në nevojë, me probleme sociale dhe ekonomike, por kryesisht theksi është vënë tek ata qytetarë që kthehen nga emigracioni i pasigurt. Prej 6 muajsh në Lezhë është ngritur qendra komunitare multifunksionale, e cila është vënë në funksion të shtresave në nevojë. Kjo qendër ka si qëllim mbrojtjen e fëmijëve, fuqizimin e familjes si dhe shërbime edukative për fëmijët.